Zdite themi, pikëllimet e shokut e të. Qëti themi, se në rapë neve, e ati. Kisha frikë se sënë të ta në rejnë. Jo se ta shofe nëse ta shofe aty. S'ma mirë me një mos mund të ta shof në njerës. Se unë e pas qënë një herë vi, po mund të kem qek 20 herë dhe mo me po të qënë. Konë greja se në këshirë të përgjishëm. Kur ishte në klasë të 4, unë e takova në rrugë atë dhe e përqafuam në madhë shumë të madhë. Ai na pyeti se si veni me mësime dhe na tha në fund të bisedës tonë ai na tha që t'i bënim shumë të pala prindër. Dhimi që na shkaktovi, vdekja e udhëheqësit tonë dashur shokët e Enver Hoxha. I deroj thellë. Ne këtë dhimbje do ta kthejmë në forcë. Ky është betimi i gjithë rinisë dhe i brezit tonë. Ne sot kemi të ri. Por edhe atëherë kur flokët na janë zbardhur, nuk do ta harrojmë këtë ditë. Do t'ja lëmë trashëgim brez pas brezit, fëmijëve tanë, nipër me mbesa, kujtimin e tij, dhe do të vazhdojmë rrugën e tij, ashtu siç punoi dhe luftoi dhe ai. Ai do të rojë në zemrat të tona dhe të fëmijëve tanë. Si do t'i themi ne fëmijëve, çfarë do t'i themi atyre kur të shkojmë në shtëpi, që e presim me madh zatin e Enverit, në të i bush për një maj. Nuk e besoj që ka vdek shoku Enver Hoxha. Kam kujtimin në vitin 1969 kur më dha dekoratën të heroj punës socialiste. Më kapin për qefoj edhe më tha ta majsh me merë. E i premtova që do punoj, do shumëfishoj forcët e mia, që zbatoj çdo gjë që më nga kompartia edhe porositë e tuaja shoku Enver. Është e pamundur të mbajnë lotët. Ne lindëm në epokën e Enverit dhe betohemi se do ta mbajnë gjithmonë të pastër të epokë, se vetëm kështu ka kuptim kjo jetë. Zemra vizit tonë të dashur, rënë sot, re bashkë me zemra tona, re me zemrën e gjithë popullit. Ai na la parti të fortë dhe partia na mëson që dhimbjen ta kthejmë në forcë dhe ne betohemi se do të jemi të fortë. Do të dim ta çojmë lart flamurin e marksizmit-leninizmit, ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Ne betohemi se porosit e çmuara që na ka lënë shoku Enver do t'i çojmë dhe do t'i zbatojmë. Ne jetëm kohë sigurojmë partinë tonë se kufit tonë do t'jenë të paprekshëm nga çdo armik. Shoku Enver kam poshtur shekujt e skaluarës dhe ka vënë në rrugë të mbarë shekujt që vinë për rininë, për brezat të antarëshme. Shoku Enver e njojta për të parën herë në vitin 1987, kur ai u caktua profesori i liceut të Korçës dhe vazhdoi veprimtarinë e tij deri në vitin 1940, kur ai u përjashtua nga liceu i Korçës si njeriu i padëshëruar, me vajtjen e tij në Tiranë, me punën e tij, me përpjekjet e tij, mundi të realizojë qëllimin për të themeluar partia. Kur e mora veshun ashtu thashun, nuk besoj thashun se ka shkuar shumë. Ai ka shkuar, po për që për mua, unë e kam zemrën time gjallë. Gjithë Shqipërinë e ka të bukuruar. Dhe emri e tij nuk harrohet. Kur? Ja. Unë e kam qarë me zbirë. Unë e kam qarë shokun e se në ka matur, ka matur Shqipërinë tonë. E ka zbukuruar. Në vënë partia. Ne kooperativistet e Bajzës jemi krenarë që majmë emrin e udhëheqësit tonë të dashur shokut Enver Hoxha. 3 herë rresht ka ardhur kooperativën tonë. Na ka lënë porosi të mëdha. Ato porosi ne do i kemi kujtim ne dhe brezat tonë për tonë jetën. I kena vunë jetë dhe do i vëmë jetë brez mas brezit, tu në zonën kufitare